Më bën magji të zezë, 51 vjeçaria shqiptare përndjek për 10 vite fqinjët e moshuar në Itali. Ajo ishte e bindur se ne ishim të këqinj, se ne ishim djalli dhe ne shikoni me sy të keq. Ajo nuk pushonte kurrë na ofenduar, je bënte çdo ditë me një ton të zemëruar, kur na shihte na pështynte. Kjo ishte deklarata e një të moshuar italiane e cila për 10 vite u përndoq nga një 51 vjeçare shqiptare. Sipas mediave italiane, kjo e fundit është dënuar me 2 vite gjysmëburg, me gjop 7.000 euro dhe dëm shpërblimin e viktimës Giuseppina, një 70 vjeçare nga Cremona, e moshuara së bashku me bashkëshortin e saj, i cili ka vdekur që atëherë jetuan një mangth për 10 vjet për shkak të fqinjes së saj, e cila që nga viti 2015 me ngacmime, zhurmë dhe fyerje u ka kthyer jetën 2 bashkëshortëve në një ferë të vërtet. Po më bëni magji të zezë me sot buke, i thoshte shqiptarja se herë takonte sipas dëshmisë të moshuarës. Ajo na quajti të neveritshëm, gënjeshtar, por ne gjithmonë i përgjigjeshim me heshtje. Përveç një herë, kur i tham se kishte nevojë për trajtim. Ajo bënte gjatë gjithë kohës zhurmë në shtëpi, si përbërtiste, kur na shihte thoshte zhurmë, sikur të duhej të largonte djallin, gjente gjestin me brirë dhe pështynte mbi ne. Bënte gjestin me brirë dhe pështynte mbi ne. Ka qenë kjo dëshmia e italianes. Familja ishte përpjekur të kërkonte ndihmë duke u drejtuar institucioneve, punonjësve social, por nuk u bë asgjë. Ishte një rreth vicioz. Babai im, i cili ishte i sëmur në vitin 2022, vdiq në nëntor 2024 dhe për shkak të këtyre qëndrimeve ai nuk ishte në gjendje të përjetonte ato momente qetësie dhe heshtje që ishin të nevojshme për të. Ne u torturuam nga kjo zonjë, deklaroi vajza e çiftit. Për shkak të fqinjes së saj, Giuseppina nuk dilte më nga shtëpia, përveç se për të bërë pazar dhe për të shkuar në kish. Jam gjithmonë në ankth dhe marilaçe kundër depresionit. Gjithmonë u jemi përgjigjur fyerjeve me heshtje dhe nëse kemi qenë të zemëruar brenda, nuk e kemi vënë kur vete në nivelin e saj. Çdo herë e kemi raportuar, por ajo nuk ndalej kur, shtoi 70 vjeçaria në gjykat. Pas dënimit, 51 vjeçaria shqiptare u përpoq të mbrohej duke pretenduar se të gjitha ishin gënjeshtra dhe duke u përpjekur të përmbyste rolet. Giuseppina ishte arrogante, ishte ajo që më ofendoi, ishte faji i saj që qava shumë. Ajo gjithashtu më hipnotizoi si Gjuka Skasela dhe i bëri magji djalit tim. Kërkova një ekzorcist në Google, është shprehur 51 vjeçaria shqiptare.